10 minutët e fundit do trajtojmë këtë. Thonë që vini, Mr. Bini. Mr. Bini, Salja një, me zi pret të rëzoj Berishën. Zgjedhjet mbahen në maj, e kam seriozisht, ju qesh një kam seriozisht. Zgjedhjet mbahen në maj, në 24 maj më duket janë. Mos qesh një kam seriozisht. Thonë që vini fari, jo vetëm që ka elektorat nga mbrapa, thonë, por nuk është dhe mirë financiarisht. Pra ka sponsora që duan që te ai dhe vini në pushtet. E keni menduar mirë fari se do e bëri me këtë punë? Reflektohet dhe nga estetika. Se vini nuk është as, thonë që nuk është kështu vlla, është kockë e fortë, edhe pse nuk të e përshtypjen. Tani unë duhet të them këtë gjë. Sali Berisha fitoi betejën e superfuqinë e botës në këtë periudhë. Kjo është e vërtet. Madje shakti vetë politik më. Dhe autoriteti i tij në vend të binte u 10 fishua dhe vuri në pozitë administratën e Trumpit, e cila u detyrua ta shpalli non grata Blinkenin që artikuloi kërkesën e Ramës për Saliu. Dakord fari. Një sekond, po një sekond, jo vetëm një parantezë kam unë. Jam dakord me këtë. Churchill fitoi luftën e dytë botërore, humbi zgjedhjet në Angli. Pra, vërtet Saliu, doktori, fitoi një gjë të madhe. Mund të humbi një gjë të vogël. Jo, mund ta rrezoj vini. Churchill nuk e rrezoi vini, se vini nuk ekziston. Është simbolik më burr. Po çfarë se kam humbi zgjedhjet brenda, humbi zgjedhjet në Angli më zotri. Tash më lër ta mbaroj këtë gjë. Tani çdo më thon. Më lër ta mbaroj këtë gjë. Më lër ta mbaroj këtë gjë se është i vetmi ekran ku flitet për të vërtetën e opozitës. Kush nuk të lë ty, ma thuaj më burr. Po puna është ta bëjmë 333 ditët e rrugica e Saliut kanë folur 333 ditë, shumëzoje nga 4-5 në ditë, që flisin në mbështetje të Saliut dhe ishte një turp e pa mundur që të largohej. Dhe nga ajo dritare, ky njeri që e organizoi burgosjen në shtëpi të Saliut, psoi disfatën më të madhe dhe u lançuan aty të gjitha aferat e kriminale të Edi Ramës. Dhe opozita aty mori zjarr që u demonstrua në mitingjet dhe që demonstrohet... E kalojmë të entuziazm, fari, e kalojmë të entuziazm. Jo, më falë, këto duhen përshkruar se janë fitore të Partisë Demokratike. Ullja pak entuziazm. Jo, unë se ullja kam në fitosh në luftrat të më dha, po humbet një betejë të vogël. Jo, nuk do ta humbësh atë, sepse atë që ke humbur nuk është e vërtet. Ajo ka qenë një fasad, nuk ka ekzistuar si zgjedhje. Nuk je matur, nuk e pasur mundësi të tregosh ato, sepse ai kishte mbështetjen e këtyre Macronëve, Kosëve, që vjen këtu me pa turpsinë më të madhe. Dashnoria e kryetarit të Bashkisë Ljubljanës, që është serb, vjen këtu dhe deklaron kundër vendimit dhe raportit të BE-s dhe të OSBE-s, të zgjedhjet kryetarit të Bashkisë të Ljubljanës, që është serb. Kush është? Do më nga këto, se kemi sa dush për gjithë ata. Nëse, ajo vjen e deklaron, e patësim. E patësim, Marta Kos. Ta përsëris, Marta Kos. Pari, bon, ndoshta nuk janë të vërteta këto. Po inshallah janë. Jo, që është dashnori ati më burr. Po s'po bëhet vonë, derisa e kërkojnë për agjente serbe, çaja ka lidhjen me kryetarin e Bashkisë Serbisë, serbin e Ljubljanës. Nuk më bëhet vonë mua për këto gjëra, se këto i kam bindi unë. Edhe janë kështu ato, një mostër të tillur nuk kam parë që të lëvizin në trenat e Evropës. Si mundet ti të thuash, raporti OSBE-s thot nuk dallohet kufiri i shtetit me politikë, nuk bëhet kjo. Nuk mendoj ka arsye tjera që bën këtë kapërcim ajo? Si? Nuk mendoj që mund të ketë motive, mund të jetë motivuar nga diçka tjetër? Ajo është motivuar se është agjente. Ishte Vučićit, i bëri Zmeti Ramës. Thjesht kaq. I bëri Zmeti. Është edhe Sorosit. Është thjesht kaq thotë, nuk ka arsye tjera. Jo më bazike. Jo më çfarë bazike s'ka ku të vejë kjo, agjenti do i bindet urdhrit të shefit. Zoti Çani, një pyetje kam për zotin Balliu në kontekstin Po patjetër, po. Duke qenë se vini si thot vini. Po nuk e rrezikon zotin Berisha dhe besoj që kështu është, për shkak sepse është reflektuar. Pse nuk e lejon të kandidojë dhe ta turproj veten? Se thua, domethënë të marrë. Si janë rregullat e statutit e po e lejojnë? Sepse mbase jo, them mund të japi efekt negativ, fakti që se lejojnë të futet, thjesht i jep pam. Të japi çfarë do lloj efekti, në zgjedhje do hysh sipas statutit. Dhe jo statuti, jo vini për edhe 700 të tjerë. S'ka problem. Nuk ka problem. Dhe ka të ketë drejti, sepse dhe fakti që ka idur me detaj si mbjedhja e flokëve më tregon që është mirë financiarisht, që është i përgatitur për këtë betejë. Jo vetëm ajo, por s'ka vetëm ato. Pa i ka dhe mbështetje nga disa media.
Po. Nga disa media në Shqipëri. Kishte bërë dhe intryes të ditë me disa intelektual, gazetar, Po intelektual... e cilë thoshin e do marrin PD, ne do jemi PD-re. Që të bësh me ata, duhet t'jesh edhe intelektual, duhet t'jesh edhe vetë intelektual. T'jesh me libra, me... Pra nuk përbën asnjë rrezik Saliani, realisht. Po të shpytjesh, jo... Sepse ti thua që si dojtë voton njerëz atje sigurisht numëruesit janë me Berishën. Jo, s'ka lidhje fare. As s'ka nevojë me i numëru edhe. Le ta bëjnë me dorë, kështu, tak. E ta shikosh, me dorë. Se nuk do lejojnë të kandidojë. Sipas rregullave të statutit, zoti Noka, i cili është dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, ka deklaruar që për shkak se zoti Saliani është evidentuar në lidhje me krimin dhe i thotë që ka lidhje me Suel Qelën dhe me Ergyes Agasin, është e përjashtuar pasi ka shkelur linë e kuqe të partisë. Ndërkohë që për dy kandidatët e tjera, zonjën Evi Kokalari dhe zonjën Alesja Balliu, thuhet që për shkak se nuk janë anëtarë të Partisë Demokratike dhe ato... Kush është tjetër, Evi Kokalari një dhe tjetër? Alesja Balliu. Kush është Alesja Balliu? Ka qenë një eksponente e Partisë Demokratike, juriste, avokate, ka qenë pjesë e strukturave dhe delet media. Po tani me kë është Alesja? Është e pavarur. Se Evi dihet që është kundër Kokalari, apo e ke shpreh me ato, është kundër doktorit, po janë prishur me kohë. Po këtë Alesjan ku e kam dëgjuar? Mos e ke gjë Faris, e ka Balliu mbi emrin. Balliu ka 7 rrethet në Shqipëri. Dakor. Pogradec, Gramsh, Korç, Skapar, Është nga Elbasani, Alesja është nga Elbasani. e tjerë. Dhe për ta mbyllur Faris, sepse jemi në fund, realisht. Më thuaj një gjë. Ai pretendon, fal vetëm për ta përfunduar, që Saliani që s'ka bërë shkelje statutore dhe nëse s'm lejojnë që të futen nga arthot, do ta hedh në gjykat. Pasi thush teknikën që ka përdorur Berisha ndaj Bashës, unë do e përdor ndaj Berishës. Kjo është, si thush, kontekst. Shqipje ka, pse Sepse i thotë që s'ka fakte dhe prova, pra, që unë kam lidhje me krimin. Ka bërë janë evidencat. Po pra i thotë që janë evidencat që unë kam lidhje me krimin dhe nëse do më lejon të konkurroj, do e konsideroj shkelje statutore, sepse s'kam shkelur arsinë statutit. Kjo si thush pra përballje narrativave. Dhe ai me sa duket di diçka, fakti që nuk ikën, se shumë njerëz kanë ikur nga PD-ja kur s'kan qenë dakord me doktorin ose që kanë pas probleme. Ai nuk ikën. delin protestari aty, po mundon. Do ka auguloj që thua, Marsit, se andej nga zona jote është pak a shumë. Jo, ai është nga tjetër zonë. Është nga Korça, po jo nga zona që jam unë. Jo nga zona jote, jo, kur them nga zona jote nga lindja. Nga njëti qytet, po. Do ka auguloj që thua, do mbledhi kështu, mund të mbledhi njerëz mbështetës e kështu. Shiko Çani, unë mendoj këtë gjë që ambicia e egzageruar, nga një djalë i aftë për diçka mund të bëjë njëri të prirur drejt gjithçkaje. Pra atë që pam para shumë viteve raportin Fatos Nano me Elisa Spiropal, e mban mend. Po, si se më mend? Në 2005 Fatos Nano, pra Elisa u futaj forca, fitoi partinë, mori partinë ndaj me Gjithçka merret nuk jepet. Bravo. Parimi. A mund ta shohim këtë rast? Pra është e çifti Berisha. Unë nuk mendoj që. Berisha vini? Unë besoj që nuk e ka forcën politike. Jam dakord me atë që thotë zoti Bariu, Fariu, po jam dakord sepse ai thjesht mundohet që të kthehet në një lloj kështu show-i mediatik për tritur. Ka dhe mbështetjen e zonjës Suma. Të duket gjë e vogël. Shiko, aliancat mëdha të pushtetit gjithmonë pas tyre qëndron në grua. Zonjë Suma dhe disa zotrinëve të tjerë që punojnë në media, të cilët do i hapin spacion. Falë të pyes se nuk kam informacion. Këta të tjerët që mbështesin përveç zonjës Suma, edhe këta e kanë mbi emrin Suma? Jo, zyrtarisht jo, por mund t'i jenë afër. Ti thua mos janë Krushia. Prandaj pyet Më pyetje se unë s'kam informacion. Edhe unë. E pyet mos janë Krushia, prandaj thot për mbi emrin. O Fari, është shumë i mat, falenderoj jashtëmase. Do dëgjohemi prap. Është kënaqësi me zotin Balli. Falenderoj jashtëmase, falenderoj jashtëmase të gjithë ju që keni dërguar pyetje pafund te ky Totusi këtu, te ky QR kodi, ora është 11:35 minuta ose 23:35 minuta. Sonte është e premte, siç ju thash, data është akoma e premte, data 20 mars 2026. Fari. Do them diçka, po nuk duhet më të presësh. Jo. Ti e di Fari ti e di që korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq vetëm në qoftë se unë në qoftë se unë nuk jam i përfshirë në të.